Igli Taku ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve në rrjetet sociale pas postimit të disa imazheve dhe videove nga pushimit e saj në det. Në pamjet e publikuar në Instagram, ajo shfaqet duke qëndruar në ujë me flokë të gjatë të zi të lëshuar mbi supe, ndërsa buzëqesh dhe lëviz lehtësisht mes valve, duke përcjellë një atmosferë relaksi dhe freskie verore. Igli duket në formë shumë të mirë fizike dhe mjaft e shëndetshme, duke reflektuar kujdes ndaj vetes. Postimi i saj ka marrë reagime të shumta pozitive, me fanse që kanë komentuar pamjen e saj dhe energjinë që përcjell në çdo paraqitje në rrjetet sociale. Ajo vazhdon të jetë aktive në Instagram, ku ndan shpesh momente nga përditshmëria dhe udhëtimet e saj, duke mbajtur një lidhje të afërt me publikun. Ne duhet të rikujtojmë se Igli Taku, për sa kohë ishte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, krijoi një lidhje dashurie me këngëtarin Gjesti, por lidhja e tyre përfundoi sapo spektakli u mbyll me fitoren e Gjestit. Tani si Gjesti edhe Igli kanë ndjekur rrugë të ndryshme në showbizin shqiptar. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.